Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Moderatorja e njohur me probleme financiare, vetëm 5 euro në llogarinë e saj bankare. Lili Becker, moderatorja e njohur ndërkombëtare, ka folur hapur për problemet financiare në një podcast. Përpara se të merrte pjesë në kamp, situata e saj ishte e tensionuar. Thjesht nuk mund ta përballoja me jetën si një nën beqare në Londër, u shpreh Lili në podcast. Bilanci i saj bankar ra në 5 euro gjatë kohës që qëndroi në kryeqytetin britanik. Isha 48 vjeç dhe kisha 5 euro në llogarinë time. Ishte shumë e sikletshme. Nuk do ta harroj kur si është të kesh uri dhe fëmia yt është gjithashtu i uritur. Ndërkohë, 49 vjeçaria është kthyer në Gjermani për këtë arsye. Vendimi nuk ishte i lehtë për të. Është një kapitull i ri për të dy ne. Ja shpjegova atij dhe ai është kurioz. Do të jetë gjithashtu mirë për të në aspektin akademik sepse do t'i zgjeroj horizontet, u shpreh ajo.